Atentati pranë aeroportit dhe cënimi i sigurisë, por gjithashtu dhe shohim në këtë momente edhe në kuadër të asaj se çfarë mund të kërkojë politika, opozita, pritshmëritë që ka për reagime të mundshme në fakt gjatë ditës së sotme për opinionin publik sa i takon hetimeve, apo edhe si një garanci për jetën publike edhe për qytetarët, së bashku me Panon Soko ne trajtuam pak më herët edhe në kuadër të ekonomisë, panoramën që i dham turistëve, të cilët kanë britur në vend, sa të pasura janë grupet kriminale në vendin tonë, na bashkohet dhe Luciano Bocci. Faleminderit, mirë se erdhe sot. Mirë se u gjeta. Ka një qëndrim sot Partisë Demokratike të unifikuar sa i takon kësaj ngjarje të rëndë, e them të unifikuar. Qëndrimi është prehur që dje, Ida. Po, do ta shtoja edhe këtë. Partia Demokratike që është thelbi i temi qasjes politike ndaj situatës, por qëndrimi PD-s nuk lindi në këto momente. Ne vazhdimisht e kemi denoncuar dhe kemi thënë që kemi në Shqipëri një fuzionim të krimit me politikën, përfshirë dhe policinë e shtetit. Sepse dëgjova pak më parë dhe Panon, i cili qartazi tha që grupet kriminale sot në Shqipëri zotrojnë asete financiare të frikshme, të tmerrshme, kalojnë dhe buxhetin e shtetit madje. Edhe unë kam shprehur një shqetësim të tillë. Dhe kur themi kanë asete financiare, për shkak mbështetjes që i ka dhënë politika, nuk janë thjesht disa lekë që janë në një dhomë caktuar që policia mund shkojë t'i kapi. Janë të shtrira në ekonominë shqiptare, me investitor strategjik, siç e tha avokati, janë të shtrira në pastrime parash, në bizneset e ndërtimit, të hotelerisë, turizmit, sepse dihet si pastron paratë e tij krimi organizuar. Është një formulë ndërkombëtare. Këto janë sektorët, dhe një pyetje shumë e thjeshtë për çdo analist, për çdo politikan, kush janë sektorët që sot gjallojnë në ekonominë shqiptare? Ndërtimi dhe hoteleria. Nga vijnë këto para, pyetja shumë e thjeshtë, ndiq paran, që nuk bëhet asnjëherë, dhe ja themi, nga vijnë këto para? Nga paraja e trafiqeve, e krimit organizuar, e korrupsionit administrativ, ekzekutiv, dhe prandaj ai fuzionimi është kaq i thellë. Po, policia është në shërbim të krimit. Nuk është rasti i parë. Domethënë, atentatet janë të formatit njëjtë. Bëhet atentati, digjet makina. Unë vetëm Shqipëri nuk kam parë që ndiqet makina që bën atentatin. Ka një rast kot nga gjitha atentatet. Ka një rast që është ndjekur policia u vu ndjekje. Ka rast në Rina. Vetëm grabitja se ishte në disa sekuenca, organizuar në shumë edhe sot, sekuenca. Nga kolegët u ngrit si shqetësim që duhet ishte ngritur helikopteri dhe mos të ngritet shumë gjëra, komisariati ishte afër, e thatë, e keni thënë, aeroporti është vendi i dytë për mua, po kryesori për nga pikpamja e survejimit dhe e siguristi pas kryeministrisë ose baras me kryeministri, nuk ka hezitim nga krimi që të kryej atentate në vende kaq publike. Nëse ka një vend publik më të madh se aeroporti në Shqipëri, nuk besoj se ka. Dhe mjafton të arrihet qëllimi. Pse arrihet qëllimi? Janë të verbër? Jo, sepse nuk janë zbuluar. Jo, janë të organizuar. Si janë të organizuar? Janë të lidhur. Janë të lidhur me policinë e shtetit dhe janë të lidhur edhe me politikën. Kur fola për pasurinë, sot vërtet drejtues të lartë policisë shtetit, njerëz të themi treshtit dytë policisë, nuk marrin më ato pagat e famshme, që kanë qenë denoncuar dhe s'ja ka vënë njëri veshin, nga bandat e krimit organizuar, pagesa mujore për shembull, shefi komisariatit, shefi antidrogës, apo diku, jo, tani kanë kaluar në aksione, duan aksione dhe janë pjesëmarrës Aida në aksione, në përfitime, janë me aksione në ndërtimin, janë me aksione në pastrimin e parave. Pra, jemi në një cimentim të kësaj lidhje që për mu duket, domethënë, me këtë qeverisje herë është krejt e pamundur. Por edhe në moment tjetër do duhet shumë vullnet dhe shumë punë. Dhe një pyetje thjesht. Pardon se e di që dua të ndrysh. Ku është ky spaku që tha që ambasadorja e famshme tha që do ishte tmerri i krimit organizuar i bandave? Ku është tmerri? Ai që vret tek aeroporti, ai që vret mes Shkodrës? Ktu është tmerri i spakut? Se spaku sot po kaloi një temë tjetër, merret me ngjarje, domethënë politike, ku domethënë shtytësit janë kryeministri, ku ata që e organizuan janë atje dhe ndërton një komunikim politik. Spaku nuk heton, nuk bën punë, ndërton komunikim politik. Kjo më shqetëson, nuk është institucion
që ka lidhje me publikun. Institucion që duhet luftoj krimin. Pse duhet qëndroj ke politika? Se djetë teksa ministra raportonte nga 41 në 29 vrasje, bilancin e sigurisje, si ministra është kukull më Aida, ministra është kukull më, është mere nga një ministri, vendose në një ministri, nuk vinë seancë dëgjimore, se akoma nuk ka mësu si funksionon në administrata, po ta pysësh sot, nuk e ka iden më. Nuk e ka iden edhe zbaton politika. Për çfarë ka autoritet ke drejtori policisë? Zero autoritet. Sepse e ka kryeministri më. Thjesht i duhet kryeministrit ta nxjerrin fushata për shembjen e fasadave, ndërtimeve gjoja pa leje që u bës fundmi, ta çojnë theth, dali ministria, hapësira publike, apo te konflikti me qytetarët. Këto janë më se nuk... A ka përgjegjësi morale politika? Si morale, hiqe moralen e ka ke shtëpia. E ka politike totale. Unë e shoh si njëri politik, nuk konsideroj unë përgjegjësi morale. Përgjegjësi morale e ka heqë në momentin që ka marrë atë post drejtues, duke ndërtuar këtë marrëdhënie me kryeministrin dhe me vetë situatën dhe me vetë ato çka thot. Çfarë përgjegjësi morale? Ajo thot gjëra, domethënë flet kodra mas brekut në një komision dhe unë t'i them asaj që, domethënë, ajo ka përgjegjësi morale, e ka hequr ajo përgjegjësi morale, që në moment që ka dalë para komisionit dhe flet me ftohtësi për suksese dhe për gjëra tjera. Tu është përgjegjësia totale politike. Sepse në fund fare Aida, po dorëheqja ministres është alfa që duhet buronte nga vetë qëndrimi ministres, por nga që e ka hequr moralin, ka bërë marrëveshje me turpin, nuk vjen. Po mjafton kjo, pse vetëm kjo do jetë. Kjo është, domethënë, gjë e zakonshme, kemi dëgjuar, duhet japi dorëheqjen. Po do iki kjo, do vi, po një koçi tjetër e njëjtë, sepse duhet shkatruar kjo bazë, ky cimentim bashkëpunimi. Sepse në fund fare, Aida, këto bandat i pajton vetëm një person, që është Edi Rama. Do thushti sa bukur e thej fabulën. Po, i pajton, sepse kanë hallin e madh për bashkët pastaj. Sa vinë situatat zgjedhore, e ke bënë re që në situatat zgjedhore s'kemi as vrasje, as është paqe e negociuar, domethënë, nga ai që përthith edhe shpërndan të gjitha interesat. Dhe kjo paqe e përkohshme mbaroi, iku situata, tani, domethënë, si thotaj, tan kokat e tyre, por ai që i bashkon me gjithë konfliktet e mëdha, se kemi shumë raste që i ka ulur dhe në tavolinë palët ky. Dhe i ka thënë që lerini këto gjërat e tjera, qëllimi kryesor është marrja e pushtetit. Ja mund pushtet, keni dhe ju pushtet. Pastaj diferencat e pakënaqësisë, prishjes pazareve me miliarda me miliona, s'ka problem. Ishte po ky më fillim e fare që i thoshte biznesmeni X, tha im ka vënë gjob filani, se është me emra më biles nga ky grup që ka pësuar goditje, më ka vënë gjobën, po jepi më tha i kryeministri, po jepi më tha 3 milion euro tha që të kushtojnë ty. A e kupton ku jemi ne? Është iniciuar kjo mënyrë qeverisje që në 2013. Ne presim që Rama vedor ke krimi organizuar, spaku të godas krimin organizuar, po janë iluzione më Aida. Do ketë vrasje, po normal që do ketë. Të këtilla mafioze më sofistikuara se do mbrohen nga kamerat, nga smart city-t e famshme. Nuk u mbrojtën, nuk u mbrojtën në Rinës. Do ketë vrasje më sofistikuar, kjo si ishte sofistikuar. Jo, do mbrohen ata vetëm, do mbrohen jetën e tyre. Jo, Luciano, për mu, ata që vrasin do mbrohen jetën e tyre. Ajo ishte sofistikuar, sepse të bësh një vrasje në vendin më të survejuar, që ka kamera aty... Me polici private, me polici, me komisariate rrugore... Që ka forca policie, o lëvizi një makinë, apo s'lëvizi një makinë, këte pyetje, lëre helikopterin, kur të marri urdhrin në helikopteri, kur të furnizohet me karburant, se është pa karburant, kur të ngrihet, ka mbaruar gjithçka. Makinë nuk pati aty, nuk pati një policë me bicikletë paktën, se ai që pastaj më thonë, ai që ka bën ngjarjen, ai nuk ecën si unë edhe si Pano me 60 orë. Ai me 160 orë, ai dallohet ja bën mu në trafik. S'ka asnjë patrull policie, s'ka në radio këto, se na ka ndodhur, kemi kaluar me shpejtësi, nuk kemi parë atë, na ka dalë patrulla fill, mas 5 minutash, se ke dalë me sinjal që është ajo, alert, jenë alert, unë në alert, qytetari, do më thënë, se jo unë, se normal, që ose unë e shkel, duhet marë penalitetit. Qytetari në alert, a e kupton që parë... Qytetari edhe patina, monopatina që i këm punë. Monopatina, gjoba, si kura i ka i në Saranda, i shkreti në Tiranë gjithë ditën,
i vjen gjoba në formë elektronike, i vjen gjobat, del polici, mrapa ferre, vendosat telefon, radar, qëre ka. Pësh këtu është Gallatë, në Shqipëria për Gallatë është e dhimbshme, se fundit se shënkurrizin e qytetarëve Aida, ka tjerë. një pasion kundër qytetarit jashtëzakonshëm për ta gjobitur, për t'i marrë parat, për ta dhunuar. është kompensim. Kompensim Ajo që i mungon në luftën e vërtet që duhet bëj krimi, tek ajo që ne gjithë bjem dakord që Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, fillimisht duhet merret me këta mos na lejtë të shkasin, ta të mëdhenjt. Pa tek të vegjëlit po shkiti në njëri me të kuqe, hajde, nuk u prish dynjaja. Këta mos na lejtë. Tani ç'a ndodh? Ndodh komplet e kundërt. Ato që lën me dashje të shkas, te krimi organizuar, te paraja e pistë, tek vrasje, tek organizatat kriminale, mundojnë të kompensojnë me represion policor të shtresat e ulta, pra të qytetarët e thjeshtë. Pse? Për të dhënë imazhin që shiko se këtu policia është on top të situatës. Këtu policia e kontrollon situatën. Këtu policia është në krye detyrës. Në fakt, ajo që po shitet është thjesht imazhi, por realizimi i këtij imazhi ka shumë kosto për qytetarin e thjeshtë. Se policia e shtetit është ajo që e gjen kasollen në Shëngjergj. Ta gjen. E gjeti kasollen në Shëngjergj. Kotecin e gjeti një kotec kishte gjetë ande nga bash një tani afër. Kronik. Këtej nga Ndroqi në një fshat të thellë ande nga Ndroqi kishte gjetë kotecin. Ndërtim pa leje. Po. Pra këtë e gjen. Ndërkohë që këta që vinë, se edhe ky më, domethënë zotria që ramet pas se vdiq, po si më nuk e diti se kush është, ku do vi, kush do ku ecën, ç'a bën. Pjesa më e madhe këtyre kanë kërkim. Ti sot që flasim, pjesa më të madhe të grupeve kriminale, personazheve të implikuar në grupe kriminale kanë kërkim. Të gjithë i kanë në Shqipëri, asnjë nuk e ka të kapur. Të gjithë i kanë në Shqipëri, më, të gjithë. I kanë në blok, i kanë në zonat e tyre. Aty ku kanë qenë gjithkohën. Po. Dhe nuk i ka të kapur. Pse? Sepse kjo është garancia që kanë marrë. Më dëgjoj, është një lidhje e frikshme që është krijuar tashmë kjo çështja e varësisë absolute që kemi krijuar nga krimi. Më beso, jo thjesht politikisht qeveria ka krijuar varësi absolute nga krimi, sepse me ja blloku krimin qeverisë në momentin e zgjedhjeve, që është varësia politike, unë dyshoj se shifrat do të ishin të përmbysura. Këto që janë sot shifrat do ishin të përmbysura. Nëse ti ja bllokon këta vetëm, këta bllokoj vetëm. Influencën e këtyre, jo thjesht 1-2 personazhe, jo thjesht ato që duken fare, ato siç janë ato deputet parlament nga 20.000 vota i si një njeri. Jo ata, hiqi ata. Po edhe implikimi në territor komplet, në të gjithë vendin, që nga Konispoli në Vermosh, po ketë të fort në zonë e ketë përfshirë me Partinë Socialiste. Nuk prodhojnë sensacione si shprodhoj për shumë Elbasani, me ato, si e ka ajo deputetja që mori 20.000, si e ka, Saramile, që mori 20.000 vota. Nuk prodhojnë sensacione, po i 2.000 votë shta gjenaj. Kjo, ta thash që nga Konispoli, deri në Vermosh. I 2.000 votë, 1.000 votë, 1.500 vota, 3.000 vota. Pra, po t'ja heqësh krimin qeverisë, dhe këtu është varësia politike i ka krijuar qeveria, forca politike i drejton vendin, pushteti, rrëzohet raportet, unë them të vete ndryshe, komplet e kundërta e kësaj që është. Tjetra pastaj është varësia ekonomike. Është e frikshme. 1 minutë ekonomi vetëm. Nëse ne ndërpresim sot ndërpresim paranë e pistë, kursi i këmbimit kolapson. Shkon 140. E di çdo të shkoj përsëri euro 140 dhe jo në shtrirë në kohë, në 10 vjet. Shkon brenda javës. E di çdo thotë kjo. Kjo do të thotë që ekonomia shqiptare falimenton. Dorëzohet. Shuhet 40% inflacion brenda javës. E kupton çdo thotë kjo? Prandaj është kjo varësia kaq e tmerrshme nga. Pra është një varësi jetike gati. Dhe unë ta thash dhe më përpara. Ore dhe sikur sot më. Ti ke kjo qeveri, vin qeveri që punon për drejt Zotit, vetëm për shqiptarët. E disa e vështirë është më ta shkëputesh ajo gjë. E disa e vështirë është. Duhen plane. Pra, ti e di që kanceri është ky, nuk e heq dot. Nuk e heq dot. Sepse të vdes trupi. E ke parasysh ato rastet ku kanceri nuk e heq dot, sepse të vdes pacienti? Çush rasti i krimit ose më saktë efekti ekonomik i krimit në Shqipëri.
Por me vullnet politik pano kjo realizohet, sepse informacionet ekzistojnë, gjërat dihen. Do shtrirë në kohë, pra duhet zëvendësuar, ti do heqësh 3 miliard euro, 4 miliard euro në ekonomi. Por duhet ndryshuar politika, vullneti politik. Ajo që mba situatën është politika dhe fajtori kryesor. Sot u nisëm, dhe zgjodhëm qeverit mirë. Janë 4 miliard euro, si do t'i zëvendësosh ti në ekonomi? Do duhet të bësh politika, të divosh prodhimin vëndas, bujqësin, prodhimin industrial vëndas, turizmin e gjitha, për të zëvendësuar keshin. Janë më shumë se 4 miliard. Ore janë vetëm diferenca bilanc pagesave. Shto kësaj dhe shqetësimet të tjera, të cilat kanë bëjnë me pasigurin, me faktin që ne eksponent cilët duhet jenë në nivellet më të larta të policisë, sa më poja nuk është pak shoqërohen me botën e krimit. A do duhet, se po dëgjoja disa eksponent të Partisë Demokratike në studio, jo në dalje, që flasin për protesta. Dalje janë dhe ato, studio. Dalje janë dhe studio. Po i referojnë për qenë e sakt. Mbrëmja e djeshme ka qenë intensive në media, sigurisht e më rusi ishi përbashkët shonë tek protestat, apo shkohet zoti Boçi drejt kësaj? Pra, u cënua një siguria kombëtare, se nga kjo duhet nisi shumë. Aida, të vem alarmin për situatën që kemi përpara. Kaq, po. Jo, të vem alarmin dhe t'i themi gjërat troq, me qëllim që publiku ta perceptoj mirë situatën, jo nga propaganda, jo nga spinimi që bëhet media, jo nga deklaratat që vinë nga qeveria. Dhe pastaj pjesën tjetër që bën Partia Demokratike si detyrë është një pjesë që mund të diskutojmë në një moment tjetër. Po, edhe protestat janë komunikim politik, janë domosdoshme, dhe gjua mediatike që ne përdorim, dhe seancat parlamentare të komisioneve. Komisionet që janë të rëndësishme. Gjitha llojet e komunikimeve, takimet me strukturat, me njerëzit janë domosdoshme, dhe këto duhen shtrirë në gjithë territorin, që të arrihet dhe ngjizet ai besim për atë vullnet politik që duhet të ekzistojë në një zgjidhje politike tashme për luftuar dhe krimin organizuar. Çështja është që alarmi vjen nga situata kriminale. Si është situata, ku është policia? Aida duhet marrë dhe po e lekte pjesën tjetër, po shmang me dashje, sepse do kemi një moment tjetër për ta diskutuar. Ku është policia sot? Një gjë shumë e thjeshtë, bëhet shumë zhurmë për drejtuesit e policisë, bëhet një garë e tmerrshme. Këtu ndërhyjnë deputet, konkurse dokumenta, ndërhyjnë deputetët, ndërhyjnë paguan nga bandat e krimit organizuar që të kenë drejtues të caktuar. Dhe pse bëhet kjo garë e madhe? Nga pasioni për të luftuar krimin, se kjo është e çuditshme, është edhe dramatike dhe qesharake në Shqipëri. Bëhet për interesa, për përfitime, për interesa dhe përfitime. Kemi rastin e Bistrit, po sa Bistra kemë polici. Ti ka të reguar s'ka e nkroqat, unë habitem, prandaj ka pa dhe problemin e spagut. Akuza ka pa dhe për drejtorin e përgjithshëm policisë, s'ka akuza, s'po them akuza, ka s'ka e nkroqat, ka fakte dhe gjëra, dhe në atë s'ka e nkroqat janë 60 drejtues të lartë policisë shtetit, me emra dhe mbi emra, që na janë referuar dhe ne, normal, unë nuk e kam atë të drejtën, sepse do duket sikur po informacionin e kemi, dhe ke PD-ja është, ekziston, edhe është thënë që drejtues të lartë policisë, janë emra aktual, janë të përfshirë në komunikime për vrasje, për trafiqe, për bashkëpunime, pra, që në logjik edhe punojësi operacionales është në këtë linjë. Punojësi këto të nivelit 2 e 3 sot në polici punojnë në funksion të grupeve, më japin informacion që bëhet brenda, kur do nisi operacioni. Sot në teritoret caktuara rregullohet si bëhet shpërndarja, dalim tek fëmitan e kanabisit në shkolla, si bëhet, më pas ka njerëz që s'ka policë, jo, më është në bashkëpunim, ai merr pjesën e vet, ky tjetri spaçatori merr pjesën e vet, ndrohen ca spaçatorë se nuk punojnë për grupin që është afër X funksionarit policisë shtetit. A e kupton, kjo është situata, këto janë problemet që nis ditën policia. Policia jone nis ditën me këto probleme. Në qofë se kërkom pasaj gjurmon, se do bëj një lajm mediatik, kap më i kotec atje në ku ishte ndroq, kap një ndërtim pale, ka plot rase, ka konflikte dhe midis njerëzve në lagje se ishin dy të pirë, uzun me njëri tjetrin për punë politike, ndoshta kapi, futi plasit brenda të dy dhe komunikat u arrestun, u ashut, sepse nuk ndiqet pas komunikatës, nuk ka ndjekje ku shkoj, është statistik, futën, bën, ndërsa puna tjetër është kjo.
kjo është situata që është kalbur, është një lloj degenerimi, social, i rendit dhe i politikës, e cila kërkon patjetër një ndryshim. Këtu futet në rol dhe funksionin e saj opozita, përfshirë dhe Partinë Demokratike. Po, janë dhe denoncimet, faktet, sa dush kemi thënë, fakte, nuk është se ka një mbështetje mediatike shumë të madhe, ndaj atyre fakteve që provon dhe nxjerr Partia Demokratike, ka pasur dhe ka organizime protestuese sa heri kemi bërë, ne kërkojmë që të ketë një reagim. Vim tek momenti reagus. Momenti reagus nuk është vetëm dalin njerëzit në shesh, është momenti votimit, por është ajo që tha Pano. Votat pastaj këtu orientohen sipas territoreve të caktuara. 2000 tha minimalisht, po në territoret vogla 2000 në çdo territor njësi administrative të vogël, po u bot diferenca e votave. Se shpesh ndeshim me këtë, ky Rama tha gjitha votat i blen, jo më gjitha thash nuk i blen, ai s'ka nevojë të blet gjitha. Ai blen atë sasi që bën diferencën. Midis vetes dhe ajo sasi ka faktor pikërisht të krim të organizuar që tolerohet në aktivitete ekonomike që kalojnë dhe buxhetin e shtetit për ta përsëritur, në aktivitete kriminale që të bëjë çfarë dojë me njëri tjetrin, të rregullojë vetë raportet, e ka sipas vetë rregullimit, ka parim vetë rregullues krimi, ja ka lënë Rama, vetë rregulloni, se ajo shpreha hani kokat duket si kur ka efekt emocional, ajo është vetë rregulloni më burr, po deshet bini dakord, po çe faj kam unë ju du vetëm në një moment edhe kur t'jem votat, jeni me mu, po shefi thon ato, po komandant, po padrino, kanë ato termat e komunikimit. Këto janë gjërat vërteta më që ndodhin, ka ndodhur më është për të vënë duart në kokë. Edhe ne vazhdojmë shohim media edhe kënaqemi shkoi ai e priti Filani, e priti Meloni, po bën summit. Këto janë budalli që jeta jonë është e tillë që po shkon drejt një degradimi total, do të thënë kanë hyrë në çdo qelizë jetës sonë. Tek siguria, tek fëmia, ke edukimi, ke shkolla. Do po marrin fëmijë dhe do i orientojnë tani, do të thënë se është e tmerrshme. Se do sjelli pasojë, do të thënë ne boll jemi depresionuar nga tranzicioni i gjatë, nga ne duam ngjarje të tilla kriminale, do të thënë e tulasin atë qytetarin, do të thënë nuk del më ai në zgjedhje. Sepse ndjen atë ka instinkt vetëmbrojtjes. Jo, më ti hyjmë edhe në shtëpinë, ti marrim edhe fëmin, edhe një lloj traume sociale ka ndodhur në Shqipëri që nuk e di. Duhet zgjidhje politike e menjëhershme. Jemi shumë të vonuar. Duhet ndërgjegjësim. E di që ai raporti treg fitim për fitim lëviz shumë gjëra dhe shpesh i bën njerëzit edhe pak, domethënë mos reagues, të futen tek ajo pjesa e pragut vet, ndërsa sot gjithnjë më shumë po vërtetohet se duhet një reagim. Duhet të përmbyset situata. Unë nuk po dal këtu të them tifos, po flas politikisht. Duhet të ketë një lloj çilizmi, themi ne. Është ajo duhet punuar thellë toka tani. Po flas në terma shumë popullor, me qëllim që të nisim të rregullojmë diçka që të gjithë e kemi kërkuar, e kemi, themi pse jo, promovuar dhe ndruar, por nuk e kemi arritur. Pse? Se jemi në një ngërç, në një kapje totale të shtetit dhe politikës, nga një bandë super e organizuar që ka veladon politik të mrekullueshëm, shumë të bukur, të qepur mirë, me ngjyra impresionuese dhe që ka një mbështetje të jashtëzakonshme nga shumë faktorë, por edhe disa faktorë përtej Shqipërisë, brenda dhe disa faktorë jashtë, cilat do bien, do vi momenti që normal do bien, por nuk mund të presim. Nuk mund të presim që kjo godin kriminalet shembet vetë, ne duhet ta trondisim. Po, bëm punë dhe protesta, bëm punë dhe fjala jonë bëm punë, edhe fjala e njerëzve tjerë bëm punë, dhe çdo aktivisti, e çdo njeriu që ka mendim, që ka funksion publik, që duhet ta realizojë një gjë të tillë. Nuk po themi ti kena ta, po vi unë, ti ki koqiu, të bëhem unë ministër, më fare, ase ka mëndër, se synoj, por duhet ndryshuar kjo situatë. Të shkojmë reklama, Pano, tek një prej personave që ishte në AMP, është personi që lufton me jetën sot në spitalin e traumës, Muçi Shaljani Sheqeri, që sipas informacioneve dhe më herë pas ka punuar në shtet, vëllai po ashtu është pjesë e IMT-s në Tiranë, bashki një emër i njohur, por edhe pronar i një hoteli këtu në zemër të Tiranës. Besoj kam pamjet. Do më jepni ato pamjet?
Se duhet më ndihni që të kem dhe unë pamjet dhe të vazhdoj ritmin pastaj me panon. Ramel, po. Oke, se për përmëndja pak më përpara, nëse s'do ishte kështu do quaj biznesmen. Për kemi parasysh, ne kemi biznesmenët më si tipologji biznesmenësh, ne kemi më të famshmin në botë, sepse për çdo ngjarje që ndodh biznesmeni. Dhe ka një ironi therse kjo gjë. Sepse ata vërtet e meritojnë fjalën biznesmen. Zotëria ka investuar në hotel. Tashmë është bërë pjesë e të bardhës. Nuk është më ai në të zi. Nuk i thua do të kriminal, sepse tek pjesa e bardhë e ekonomisë, tek ajo që shohim e duket, regjistrohet në tatime etj, është një biznesmen. Çfarë është kjo? Është proces integrimi politik të krimit të organizuar. Ky infiltrimi. Siç po thoja pak më përpara, në çdo zonë të Shqipërisë të shkoshti, në çdo qytet. Kush janë të fortët të qytetit? Çdo qytet ka të fortë. E keni parasysh. Jo kaq personazhe publik, saç mund të jenë në disa qytete, siç e ka Elbasani, Durrësi, Shkodra, Fieri, që i kanë personazhe publik që tashmë ju dim dhe emrat gjithëve. Po ti jesh i sigurt që edhe në Ersek të shkosh, edhe në Gjirokastë të shkosh, edhe në Roskovec të shkosh, janë ca të fortë aty. Kanë bërë punë të tyre të palishme, me arma me drogë. Me kë janë ata thuat? Me pushtetin. Kam bërë edhe biznes. Edhe biznes, ndër tjerë. Pushtetin. Pra, nuk janë vetëm ta personazhe që ne njohim për shkak të publicitetit mediatik. Jo janë këta të vegjëlit. Dhe zotëria në fjalë, unë besoj se është nga këta tipologjie. Pra, nuk është nga këta të famshme, po që për shkak të punëve të tij të vogla dhe ndikimit të tij që ka pasur, është integruar tashmë edhe në pjesën e strukturës politike. Sepse këto shpërblime marrin ata. Për shembull, në qytetet vogla, ai bëhet zëvendës shefi krimeve, është njëri që vjen ushtari filanit. Kujtun shefi rendit është ushtari filanit. Njerëz periferik që ne si njohin fare, po që janë në atë lokalitetin, aty janë personazhe që kontrollojnë, që bubrojnë, se kjo është shpreha, bubrojnë aty. Dhe ky fuzionimi politik. Zotëria në fjalë është pjesa, është shembulli. Pra dikush që s'njifet, as e kemi ide se kush është, as e dia se mos e dini se ekzistonte përpara etj, i cili ka lidhje me grupin e Emilian Shullazit, në një moment futet në AMP. Nuk u fut në AMP sepse pati merit, jo, thjesht është pjesë e grupit aty, është ky personazh i vogël, ushtar quhen ata. Nuk e di se si quhen. Por pano këto janë të nivelit mesatar, këto janë në shumicë. Duhet të dim që krimi organizuar, po, është e jashtëzakonshme. Shpërndarja në territor, po, është e jashtëzakonshme. Ka një kazino aty pas kësaj. Është kapilare, por mos harrojmë që kemi dhe biznesin e madh, domethënë janë grupe caktuara që kanë veshur kostumin e biznesit. Ndoshta jo në mënyrë drejt për drejt. Dhe sot menaxhojnë sektorët kryesor kyç të ekonomisë, me miliarda, miliona, të dhëna në mënyrë të ndërgjegjshme, të orientuara nga kryeministri, se po ja bëja ide sigur është kryeministri, nga kryeministri, të orientuara, të dhëna me telefon, siç ndodh me biznesin që vjen nga Turqia, ke këtu njerëz që marrin tendera që as dalin fare aty, as botohen, as ka dielle hënti i prish. Sot që ka ngecur ndërtimi, ky kryeministri është duke kërkuar dëshpërimisht më këta. Po i kërkon, ai deklaratë, pa nëse më ngacmove, deklaratët që tha bleni shtëpi sepse do shtrejtohen. Është duke kërkuar dëshpërimisht. Ti thu ta luftoj, çfarë ta luftoj më? Ai thot hajde më të lutem. Amnistin fiskale, pse po e bën? Pse bëri deklaratën 2030-ën s'do ketë para fizike në Shqipëri. Nxirrni para, thot ai edhe rrisni ekonominë, më thot. Hidhni ndërtim o pastroni, un po ju krijoj situatën deri 2030-ën. Ne presim këtë kapi. Ai komunikim, po, ne presim, është turpshëm, kjo është skandal. Shifmo deklaratën e kryeministrit, një analist duhet, sepse ka analist në spak kot, po një analist dhënash, nga këto analistët që janë specializuar, se ne e marrim, jemi amator në kuptimin e asaj, dhe mundohemi të gjejmë zbërthimin sepse nisemi nga gjykimi politik. Shumë e thjeshtë, për një analist krimi. Kjo deklaratë është kriminale, sepse bën lëvizje gjithë asetet kriminale të Shqipërisë,
që të pastrohen, të blejnë hyrjet bosh në Tiranë, të hyjë lekun ekonomisë, deri tani ne kemi rritje ekonomike fiktive, sepse sot djetë që më ndodhi mu në Komisionin e Edukimit, u referua paga në euro. Pse referon pagën euro? Është paga e mësuesit, 900 euro. Pse referon në euro? Ne përdorim lekun. Kjo është moneda jonë, lekun. Ma referon lek, sepse është ai raport diference që tha Pano, që ka lëvizur. Momentin që blokohet ndërtimi, atëhere, më thënë, ajo nuk është pagë reale, sepse me atë pagë që ai ka sot, për shkak të hyrjes para shtëpisë kriminale, ai nuk siguron jetesën siç e siguronte dikur me një pagë më tulët. Blen më pak produkte, i duhet më shumë kohë për të blerë një shtëpi. Sepse çmimet janë progresuar në mënyrë skandaloze. Ne i kemi 90% më të larta se Bashkimi Evropian për shumë gjëra. Pse vjen kjo? Kjo vjen pikërisht nga paraja e pisët. Sot në Shqipëri ky fenomen krijon një diferencë shumë të madhe ekonomike, një pasurim të një 5% ku pjesa më e madhe vin nga kriminaliteti që sot kanë kapur ekonominë dhe pjesa 95% nuk përfiton asgjë. Varfërohet në mënyrë progresive, pavarësisht shifrave. Kaq miliarde atje, kaq miliard këtu, janë të gjitha thjesht propagandë dhe më thënë përthyrje e një realiteti kriminal që pritet të bjerë nga dita në ditë. Edhe që do e nxjerrë qytetarin pas të zbuluar. Falenderoj që ishit. Maro, nuk e di, nëse ke diçka të fundit, kemi denjtur gjatë, kemi prekur thuajse ato pika cilat janë kryesore. Faleminderit Zëvoçi që gjithë kohë më bashkuar sot për komunikuar me ne, por mbi gjitha me qytetarët.